Kamerat më shef. Po jo, kamera më shef, ama vëllai. Mish pak dhose kë. Ke po që kem veç pse ushtir munit edhe. Më në shtëpi se ti edhe, më sa afro, hey, mo. Mos e një vitin, vëllai. Jo, ti s'ma s'm gazo, hec më s'm prak. Jo bre, hey, mo be. Se fer. Hey, Subhanallah. bona jo. Vëllai Krasniqi është son te ka. Po dhe? Po di që me thonë ty. He? Nuk bën. Është i dalë forë po ki. Për mu Po nuk zëni bën. ras më afru se ai e desh kosh. Për mu Me nuk këta bën. flamura vaj, ha? Ma vonë po. Le të flamurat ata. Ha? Le të flamurat. Ajo të flamurat do s'kem shka me bo. A kthejme te surprizat se më na kallzu son të drejt. E di që i krejt hoxhëllor t'i dëm, pa a kina një që dhe më thonë. Për qëtan që dole të gjështu, e thot të flamurat, për qëtan neve na vyn ligji Allahut. Për qëtan na vyn ligji Allahut. Që më s'me pos flamura. Inshallah dënë Allahu e vedison këtë ky popull. Që më s'me pos flamura. Edhe jena numër i madh i muslimanëve. Bravo. Numër shumë i madh, muna me Numër thonë jena- ma shumë jena se shumic, vlla. 90%. Inshallah dënë Allahu edhe vedison të gjithë. Bravo. Na thuj cilën e ki pak ma në qef, se këto gjëllorët janë të mirë edhe janë djetarë edhe janë meqëm, janë të gjuhë. Këto xhallarët janë shumë të mirë. Absolutisht. Për na një qeve që na ki? Paj që shtojnë edhe shqiptarët mi dasi mi vra. Mi do si mi vro. Po, kam shumë xhallarët. Kam shumë xhallarë, mi anis me emra do të Edhe këtë kam bështet, ha? Shumë e kam një prit lojnë që ti e këthy. Elhamdulillah, Allah i shpërblet gjithë. Edhe çdo besimtar, edhe çdo xhallar, çdo edhe dietar që më kanë mbështet edhe këtë gjithë pa dallim gjithë i përshëndes. Edhe Allah i shpërbleft. Amen. Edhe po du me thonë që muna mi anis mi përmen, po muna me arruna i një. E ta na edhe unë, shumë ma Po mirësh. jo, o edhe nona unë e të në. Që se ko përmen. A jetë të kuptu? Po. Kështu që s'po du mi anis me përmen, kam shumë hoxhallar që i kam për qefi për zemë. Ane, atë janë se unë sonte e kem një video ekskluzive prej hujgjës të ndërum, hujgjë Sadullah Bajrami. Po, Kisha propozu me ndëgju e ko një mesazh Allah vedisuj, e shpërblet. sensibilizus për gjithë muslimanët, okej. por në veçanti e ko edhe për rinien që nështë ti kemë qenë se bep edhe me ndjek rrugën tonë. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Salavat qojmë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. i cili na mëson që të jemi mirënjohës ndaj çdo kujt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ai i cili nuk din të falemndron njerëzit, nuk din të falemndron dhe Zotin e tij. Pra ne fillimisht i urojmë nisje të mirë dhe falemnderojmë vëllaun ton, moderatorin Sadri Imerin, duke lutë Allahun Azza wa Jall që kjo nisje të jetë e hajrit dhe misionet në vijim të jetë për mirësinë e mbar shqiptarëve. Gjithashtu edhe i përshëndesmi misafirët e ndershëm që i ka sonte, e në veçanti vëllaun ton Feron, i cili ndajti kohë, ndajti disa qaste që të jetë misafiri juaj dhe joni, dhe i urojmë për këtë vendim që Allahu Azza wa Jall zgjeroj gjoksin e tij Amin. dhe publikisht murguximin që të shpalos një vendim të rëndësishëm në jetën e njeriut. Ku së pari ne mendojmë se do ta kënaq dhe ka kënaq Zotin e vet. Edhe pse Allahu Azza wa Jall nuk është i nevojshëm për ne. Ne jemi të nevojshëm për Zotin ton. Megjithatë, dashuria e Allahut e madhe ndaj robëve të vet, mëshira e madhe ndaj krijesave të tij e bën që të gëzohet Allahu me pendimin e robit të tij
më tepër se sa gëzohet një i humbur kur i gjen elementet e jetës së tij. I drejtohem Allahut Feros që Allahu Azza wa Jall inshallah të ban pjesëmarrës në këtë hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë disa njerëz çelësa e së mirës, mbyllësa e së keqës. E pastaj vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që këtë luqe nuk jam ka ta baj unë, po ta ban Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i lumt ati që në dorën e tij apo bëhet shkak që t'i hap dhirt e mirësisë e së mirës dhe mjeri ai i cili është apo hap dhirt e së keqës. Shpresojmë të jeshën nga ata që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u lut që lumturia Allahu të zbrese mbi ty, që o bore shkak t'i hapësh dhirt e rinis dhe të bësh model se si duhet besimtari të jeton në këtë jetë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të ban nga ata Amin. të cilët i përshkrujtje Allahu dhe i përgësoj në jetët në suratu Fussilet, ku thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, dhe ata të cilët e pohuan se Allahun e kanë Zot të tyre dhe nuk mjaftuan me pohim, mirë po morën rrugën e udhëzimit, thumma istaqamu, pastaj udhëzuan rrugën e tij. Ja këto përgëzimet e Allahut në jetët që vijojnë. Thot Allahu Azza wa Jall, tatanazzalu alejhimul melaike. Të rigje, ke pas shok të ndryshëm, ke pas miq të ndryshëm. Allahu të përgëzon dhe të thot, nga sot do të kish një lloj tjetër nga miq të cilët vërtet me sinin tanë nuk i shef, mi po ato janë për rreth teje. Kush janë këta miq? Thot Allahu Azza wa Jall, melekët e ngjajt nga qielli zbresin,